Zoti Kështjellës. Janë Karaki hapë më të natë. Çfarë paqe dhe çfarë mrekullie është këtu. Këto janë disa momente vërteje. Anton Samuraj dhe Andi Perandori. Mirëmëngjes. Ne jemi duke pritur metron, mirë se erdhëm në epizod të radhës këtu në Osaka, po presim metron për të shkuar tek një nga kështjellat e Osakës, sepse janë disa, besoj se kjo është kështjella kryesore, pak më shumë informacion dhe kontekst do ju e japim kur të jemi atje. Dhe ka nisur dita mirë, jemi zgjuar me terezi të madhe, ora është në këto momente. Ora është Enzo Tini, thot Antoni, dhe është sakt, sa ishte edhe një? 10:37. 10:37 këtu në Osaka. Ju faleminderit që po na ndiqni në këto momente, vendosni like edhe një koment nëse keni dëshirë na jepni pak dorë edhe për algoritmin. Dita do të jetë shumë e bukur, është me diell dhe këto 2 ditë e para e kemi patur me shi apo me vranësira, kështu që me shpresë që ky diell të vi si auguri mirë për këtë episod. Syzet e Encuatini kemi, kështu që më në fund mund t'i përdorim për çfarë janë krijuar kundra diellit dhe nisim ditën. A few moments later. Sevo, çfarë do të thënë në vlerësim? Kur i me mua jeni në vlerësuar? Se unë nuk jam i fort mjaftueshëm, o do të rrinë në jetë Fakt tane. nuk je e para se ti humb shpesh. Po i ka Anton sa kena hapë, po i ka në lërë. Ka një javë me këtë muhabet, një javë me këtë muhabet. Anton! Qa të them unë? Po, qa të thosh dhe ti? S'ke që me thonë. Në mes të Osakë, se flet për Big Brother, nuk di do edhe na ka mundësi, ka mundësi. Nëse rikthehemi në origjinën tonë, flasim për udhëtime, flasim për eksperiencat e tjera, ishte një super format, po s'është ky. Njerëz që dalin, jo njerëz që ngujohen. Po. Faktikisht, Anton, do vish? Ishte shumë e thjeshtë, ishte një metro që quhej O ose Zero, ishte një rreth që i binte rreth të përqark qytetit, pra si një unazë e madhe, dhe t'jepte mundësinë në pika të caktuara ti të zbrisje. Një prej tyre ishte edhe pikërisht hyrja e kështjellës së Osakës dhe nisim hyrjen zyrtare tek kështjella. Një kështjellë e cila datohet të paktën sipas asaj që kemi lexuar në shekullin e 16, është prishur disa herë, është rindërtuar disa herë. Kjo kështjellë është ndërtuar në nder të një samurajt. Këtu keni dhe emrin e samurajt, se unë nuk di ta shqiptoj mirë. Kjo aktualja që do të shohim në këto momente është e 31-shit. Po pra, po nuk e them dot emrin, ja. Toyotomi Hideyoshi. Toyotomit ka sigurisht element edhe pak më modern, siç mund të jetë një ashensor në brendësi të vet, por është totalisht i maskuar dhe ngjan çdo gjë e periudhës feudale. Sigurisht është një pikat më të fotografuara dhe kjo të Japonisë dhe sigurisht edhe të Osakës. Ne po shkojmë ta vizitojmë, ka një pagesë të vogël diku tek 200 yen, €1.50 pak a shumë, le të themi kështu, për ta vizituar. Brenda është dhe muze, që do të thotë do të kemi dhe shumë nga Osaka për të parë, për të komentuar, sigurisht edhe për të mësuar nga Osaka. Hyrja e parku të rreth e përqark kështjellës Çingër ka shumë e bukur, e qetë, mbushur me pemë, mbushur me lule. Po lexoja ndërkohë që po shkonim drejt kështjellës, që Çingër ka një nga zonat më të bukura të Osakës për të parë qershit. Periudhën e qershive ju e dini, mund ju rastis në mars, mund t'ju rastis në prill, apo ndoshta edhe më pas, sepse çelja e qershive është një periudhë në thonjza rastësore midis tyre 2-3 muajve, që do thotë ndikon shumë preja globale, temperaturat e përgjithshme, moti, nëse është një muaj apo një tjetër. Një nga mënyrat që përdornin, sigurisht jo vetëm në Japoni, se ngjason shumë edhe me mesjetën tonë për të mbrojtur nga sulmet kundërshtare, kështjellat kishin jo vetëm murat e lartë, por gjithashtu kishin edhe këtë perimetrin që i rrethonte me ujë, për shkak se bënte shumë të vështirë për kohën që të kalonin trupat, armët apo elementet e rëndë, sepse duheshin varka për ta kaluar, edhe pse në distancë shumë e shkurtër ujë, duheshin mjete lundruese për të shkuar drejt murit të mbrojtës. Kështu që një teknik e thjeshtë, por jashtëzakonisht shumë efikase për të mbrojtur nga armiqt. Wow! Parku që nga vërtet shumë i bukur. Domethënë, nëse moti është në favorin tuaj, po edhe nëse nuk është, absolutisht që kështjella Çingër ka një pikë super e rëndësishme për të ardhur dhe për ta vizituar. Shif çfarë mrekullie. Dhe ngjyrat shumë të bukura, turkuaz dhe gold. Ylka Gramo në këto momente do më adhuronte. Nëse thash turkuaz.
Këtu bën biletat online. Ideja andit kjo t'i presim biletat online. Për shkak se më po kërkoja ku është bileteria, siç e pat, po me sa kuptova ishin biletat e Anijes. Kështu që për mos me humbë kohë, ndoshta për të kthyer mbrapa apo për të shkuar diku tjetër ku prihet bileta, tham po presim online dhe heqim qafet. Një tjetër veçori e kësaj kështjelle është që është ndërtuar nga gur masiv. Anton, shko pak afër gurit për ta kuptuar se i madh është guri në krahasim me Antonin. Imagjino, disa gur janë 100 ton, po flasim për nga ky cepi deri te ky cepi tjetër, gur masiv. Dhe kështu janë pothuajse të gjithë. Sigurisht që ka më të mëdhenj dhe më të vegjël, po gurët masiv janë prezent në këtë ndërtesë. Çdo shkallë që po hipim, apo çdo malore që po përshkojmë, sigurisht që të çon më sipër dhe fillon edhe qyteti. Sa bukur këtu të marrë një tjetër kuptim dhe të duket gjithmonë më ndryshe. Mix perfekt midis të res dhe antikes të Ozaka. Tërko për shia këtej dhe araba të shia ndej. Po, është shkatruar dhe ndërtuar disa herë, thuaj në internet. Është e vitit 1931, siç e thash edhe në hapje, pra kjo është më modernja, versioni më modern që ne shohim. Por është mbajtur origjinaliteti i formave, që do thotë siç shihej në shekullin 16 me këto ngjyra, pra kjo është kështjella. Thjesht versioni që po shohim ne është ai më moderni për shkak se është shkatruar. Çfarë paqe dhe çfarë mrekullie është këtu. Po këtu është një qetësi, vetëm persona që vizitojnë, njerëz që fotografojnë dhe nëse bën një moment reflektimi dhe pauze, ti rikthehesh në atë epokë. Me Antonin. Anton, afro njerë të murit, të shohin dimensionet reale të kështjellës, se ndoshta në kamerë nuk duket. Se Andi u afrua, po jo 100% tek muri. Ky është Antoni. Sa i gjatë je Anton? Pra Antoni është 1,73 gjatë dhe as 2 gur nuk zë, 2 gur, ndërka kështjella. Kështu e keni perceptimin pak më të thjeshtë të madhështisë së kësaj kështjelle. Është gjigande. Është gjigande. Thank you! Shmangëm një radhë gati gjysore, thjesht duke e prerë online, kështu që këshill e madhe për Japoninë, nëse keni mundësi, prisni gjërat, se ky dielli ma doj gjipamjen, prisni gjërat online. Dakord. Veshjet tradicionale për të bërë foto dhe dukemi kështu. Antoni, Anton Samuraj, Anton Buolli dhe Andi Perandori. Andi, mora atë që bie më pak në sy, Andi? Po. Vetëm unë kam kuror, edhe ma di një kuror shumë të bukur. Edhe që këtu mbi kokën time, shikojeni. A e kam koka po jo? Kështu dukej kështjella e Ozakës në lashtësi. Jemi në katin e 4, më saktë në katin e 5. Në katin 3 dhe në katin 4 nuk lejohet filmosh, nuk e di pse, por që kishte disa armatura reale të kohës dhe të personave shumë të rëndësishëm në betejat e shumta që kjo kështjellë dhe këta samuraj janë përballur. Këto janë disa momenti beteje, cilat tregojnë pikërisht betejat frontale apo edhe pse jo strategjike
që samurajt e zonës kam pas të shmink të përballin. Kjo është edhe një pikturë origjinale, për janë simbolet e Kazakës. Çdo Kazak ka pas simbolet e veta. Dhe në betejë një kalorës apo më shumë se një kalorës i mbante ato në shpinë apo në kalp. Dhe në kaosin e një betejë kishin shumë të rëndësishme të identifikohesh të tinin dhe të komunikonin nëpërmjet simboleve se cila betejë po kryhej dhe kush ishin kazatët, pra familjet apo zonat që shkonin në betejë për drejtore të ndryshme. Në pikën më të lartë të kështjellës, ku shihet kjo pamje fantastike. Më qeka shumë. Kështjella 10-10. Tani më e keni dëgjuar shumë herë që e kam përdorur si terminologji. Por kur një gjë meriton vërtet, nuk ke pse të kesh mbrojtje të shpenzosh ato, këtë po them për ju, ti shpenzosh ato pak euro, në 3 veta paguam diku tek 23 euro nëse nuk gaboj, mund t'i shpenzoni lirshëm ato para sepse janë euro, para të shpenzuara më së miri, ja vlen të shpenzoni. Dhe duhet të më besoni kur ju them se nuk keni parë ende asgjë. I vendosëm syzet e Enswatini me njerë medaljet që bëm nga kështjella për shkak se dielli është në çast të kokës, edhe pse periudha është relativisht e freskët, dielli bën punën e vet, kështu që mbrojmë syzet me syzet tona Enswatini. Faleminderit Enzo. Ha, zoti i kështjellës. Janë çanak i hapit imagjinatën me to. Imagjinatën, pse ç'a do bësh me imagjinatën ti? Shumë gjëra të bëj. Mirë, jo me mua të pak. Jo me mua, me imagjinatë vlen gjë tjetër. Mos thuaj me mua. Dhe mos të harrojmë të falenderojmë ESP Oil që është gjatë gjithë kohës me ne që na dha mundësinë të shohim të super kështjellë, shihni çfarë plane, shihni çfarë mundësi të papara jep triptopit, pikërisht mbështetja nga karburanti ESP Oil, karburanti më i mirë në Shqipëri dhe ju e dini nëse doni që makina juaj mos t'ju japi probleme dhe të ketë gjithmonë një karburant cilësor, duhet të mbusheni vetëm tek ESP Oil. E gjeni tani më në gjithë Shqipërinë. Faleminderit ESP Oil që je me ne. 1 hour later. E përshëndesim dhe parkun e kështjellës dhe i drejtohemi një tjetër tempulli gjithmonë këtu në Osaka. Nuk ishin më shumë se 100 metra, janë 150 metra. Dhe në 150 metra ti kishe kulturë që shpërthente në çdo hap. Kishe varezat e tyre, monumente. Në një nga pagodat, në një nga ndërtesat ishte edhe një Buddha gjigant, të cilin për respekt nuk e fotografova dhe nuk e filmova. Kështu ishte kërkuar që në hyrje, sigurisht mund ta bëja sepse nuk ishte as edhe një njeri aty, kështu që në një farë forme mundet ta filmoja, por vendosa mos ta bëj. Në respekt kulturës së tyre dhe për aq kohë sa ata kanë vendosur atë tabel, vendosa ta respektoja. Kjo është pagoda e 5 elementëve. Është ndërtuar në vitin 593, sigurisht mbas Krishtit, dhe simbolizon pikërisht 5 elementë: tokën, ujin, zjarin, erën, qiellin, hapësirën. Gjithashtu ky tempull i është dedikuar 4 mbretërve qiellor, të cilët janë pikërisht ata që e mbrojnë budizmin dhe fenë e tyre. Po largohem vërtet shumë i kënaqur nga kjo godinë, ishte vërtet shumë e bukur me një të kuqe edhe portokallie fort, element nar, vërtet shumë resilience dhe patëm fat sepse erdhëm në orët e vona të mbasdites, gati në mbyllje dhe s'kishte as edhe një njeri, jepej sigurisht mundësia për të futur brenda, po nuk lejoheshin fotografit. E bëm këtë gjë, u kënaqëm të jemi sinqert,
e pa me shumë kënaqësi. Nëse jeni duke projektuar një udhëtim për në Japoni, ju e dini që tani më në mbështetje të plotë të programit Trip Top është gjithmonë agjencia Coral, e cila ju bën gati të gjithë itinerarin, madje nëse dëshironi, ju gjen edhe një person këtu në Japoni në gjuhën që ju preferoni për t'ju shoqëruar, siç kemi dhe ne shoqërues të tanë, kështu që me agjencinë Coral mund të bëni një eksperiencë edhe më cilësore, edhe më të mirë. Kështu që nëse keni dëshirë, shkoni tek agjencia Coral, i keni kontaktet këtu keni logon, mund t'i gjeni në Instagram, mund t'i gjeni thjeshtësisht edhe përballë Top Tanit, kështu që shkoni, kontaktoni me ta, flisni, tregojeni buxhetin, në varësi ndoshta të buxhetit apo të itinerarit që keni dëshirë, shihni një apo më shumë qytete. Gjithsesi Osaka dhe tempujt e vet meritojnë patjetër për t'u parë. Dhe nëse keni dëshirë gjithashtu që këto pagesa t'i bëni me 4 këste, me 0 interes, mos harroni që jemi të mbështetur. Jo vetëm ne, po sigurisht edhe ju nëse shkoni tek agjencia Coral, nga jute ju jep mundësinë që këto udhëtime, këto eksperjenca, po e them tani më në çdo epizod, mund t'i paguani me 4 këste, 4 me 0 interes. Kështu që faleminderit jute që jemi ne, faleminderit agjencisë Coral që në këtë bashkëpunim, në këtë binjakëzim i jep mundësinë të gjithëve të udhëtojnë dhe pse jo të shohin këto mrekullira nga bota. Mos ta harrojmë, jo vetëm Japoninë, mund të shkoni ku keni dëshirë ju.